Sot, në një klasë të zakonshme, në një shkollë të zakonshme, ndodhi diçka që nuk ishte asgjë të zakonshme. Ora e parë ishte psikologji. Një orë ndryshe. Një orë ku nuk ishte tabela, formula apo përkufizime. Kishte vetëm ndershmëri, dëgjim dhe hapësirë për të ndjerë. Nxënës që dëgjonin me vëmendje, që flisnin pa frikë, që donin të kuptonin më shumë, jo për të tjerët, po për veten. Folëm për ankthin, për pasigurit, për lodhjen, për atë lodhje që shpesh e fshehim pas një buzëqeshje. Folëm për vështirësinë për të shprehur ndjenjat, për frikën nga gjykimi dhe për ato emocione që i mbajmë shumë herë brenda nesh, duke shpresuar se do të kalojnë vetë, natyrshëm. Por ato nuk kalojnë, nëse ti nuk i emërton. Nuk lehtësohen, nëse nuk dëgjohen. Në ato orë, klasa u kthye në një hapësirë të qetë dhe të sigurt. Jo për të dhënë mësim, por për të mësuar njëri tjetrin dhe ndërsa i shihja, mendoja me vete. Këto janë orët që vlen më shumë. Janë orët ku mësimi bëhet mirësi, ku një fjalë mund të bëjë dritë dhe kur një ndjesi e paqartë më në fund merr formë. Janë ato çaste të qeta kur një zemër e re kupton se nuk është vetëm. Ne shpesh flasim për suksesin, si për një garë, kush është më i miri, kush është më i zoti, më i shpejti, por në fund nuk ka sukses më të madh se të rrisim fëmijë që ndihen mirë me veten. Fëmijë që dinë të ndalojnë, të dëgjojnë, të kuptojnë, që nuk kanë frikë nga ndjenjat e tyre, që e pranojnë veten edhe kur nuk janë perfekt. Sepse lumturia nuk mësohet nga librat, pa ju mësohet nga mirëkuptimi, nga ndjeshmëria, nga dashuria për veten dhe për tjetrin. Kujdesi për shëndetin mendor nuk ka nevojë për strategji të mëdha. Ajo fillon me gjeste të vogla, me njerëz të zakonshëm që bëjnë diçka të jashtëzakonshme. Fillon me një orë ndryshe, me një mësues që dëgjon, me një shok që të kupton, por dhe me një prind që nuk gjykon. Fillon me një hapësirë që nuk sheh vetëm nota, por edhe ndjenja. Sepse ndonjëherë mjafton një vështrim, një fjalë e butë, një përqafim i heshtur për t'i treguar dikujt se nuk është vetëm. Në fakt sot nuk dhash mësim. Unë sot mësova. Mësova se çdo nxënës ka një histori, se çdo zemër mban një peshë të vetën. Se ndonjëherë më e rëndësishme se përgjigjja e saktë është pyetja që lind nga zemra, dhe se më shumë se çdo notë vlen një ndjenjë mirëkuptimi. Muaji nëntor është muaji i ndërgjegjësimit për shëndetin mendor, është një kujtesë që kjo temë nuk duhet të mbetet në heshtje, sepse shëndeti mendor nuk ka zë në zhurmën e përditshmërisë, ajo nuk bërtet si dhimbje fizike, as nuk vishet me fasha, nuk shihet në sy, por ndjehet në shpirt. Dhe pikërisht për këtë, shpesh lihet pas dore. Le ta bëjmë këtë muaj më shumë se një fushat.
Le ta bëjmë një kujtesë për çdo ditë. Të dëgjojmë, të flasim, të kuptojmë, të kujdesemi pa zhurmë, por me dashuri. Sepse shëndeti mendor është pjesë e njeriut, jo luks, por nevojë. As tema për libra, por vetëm për jetën, dhe jo vetëm për këtë ditë, por për çdo ditë.